Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Loftë pa filluar bashkë bisedimin me të ftuarin e radhës, mos të harrojmë të përmendim sponsorët tanë, të cilët janë Patos dhe brendi i njohuri automjeteve nga Korea e Jugut Sanyong Kosova, ndërsa me neve në këtë episod është ish futbollist i njohur tani disa vite trajner, Muhamet Dragusha. Muhamet, mirë se vjen në podcastin Arena Yjeve. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën, me të vërtetë me kënaqësi. Kom pranuar ftesën me ardh, me pas një bisedim me juve, dy djem shumë profesionista, shumë përkushtuar punën e juaj. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit muja, se na muja thirrëm, muja ta vjen gjë, si lojtar shumë i njohur i futbollit ton. Muja na tregon çysh kanë hopat e tu të parë në futbollin e Kosovës. Po lovd, unë qysh moshën 5 vjeçare, më kanë njoft 3 mahalla. Tash po më thojnë apo të luan djali futboll, po i them jo. Po më thënë ndoshta janë nis më vonë, po i them po në 5 vjeç kur i kom pas 3 mahalla më kanë njoft. Po gjithsesi ajo është talenti që ta jap Zoti edhe djalit tan për momentin, as nuk i shkon ndërmendja e futbollit. Kështu unë futboll kom lu shumë, atëherë kemi lu në për rrugë që ajo tash për momentin është të mungu loja rrugës, kemi lu shumë edhe një ditë kom vendosur me shku në klubin e futbollit Flamurtari, me u regjistru dhe kur shkova është kush e din, se sigurisht ata që na shoqëjnë e din gjithë, është dera e famshme Kuqi aty, edhe në atë kohë ka qenë, domethënë po flasim para 39 viteve, dikon 7 vjeç isha, edhe shkova, po para derës dikon kanë qenë minimumi, ndoshta mos të teproj 150-200 fëmijë. Përveç atyre që hena që ishin veç të regjistruar. Edhe kur shkova e poshtë që nuk është rendi, unë më po dikush, edhe u ktheva në shtëpi dëshpërum, edhe u shkova në ditë shkollë, në edukatë fizike, në atë kohë i thëshëm fizikulturë, i kujtohet juve mirë, edhe dolëm më po profesori ndjerë tashme Jakopuka dhe tha hajde në zyre, po ka qenë ai shumë i vështirë, gjithë ju kemi frigu. Edhe kur shkova thash e bona na gavim diçka edhe sigurisht na i kap ke zylift pak flukt edhe shkova, po në isha shumë i edukum, po thash diçka na i ka bëme bona tek zyre. Ai kanë tha më regjistro dikon, futboll. U relaksova pak, thash, e pas ka me futboll mirë është puna. Thash, po thash, të Flamurtari, thash, po shumë kallabllak, thash, se shrendi me hi aty, edhe në profesor, edhe fol shumë pak aty, se s'këzeshti me fol shumë. Tha, e merr qit letër, tha dhe kur shkoj aty ta e dera e Kuqe, tha veç që nalt. Edhe kur fol kjo ai edhe ma buni gati letër, më kujtoshin do fëmijë që kishin pas do letër. Domethënë kanë pas marrëveshje, domethënë trajneri me pasimtar të edukatës fizike, që nëse shëra italian, me këtë letër në adim që e keni dërgu jo. Edhe kam pos prioritet gjithmonë ata. Unë nuk najt aty për me po. Edhe e di që kam shku në stërvitje, e kam ngrit lart dorën me letrën e bardhë, edhe më njerë më ka thirr, më ka ftu, edhe kur sa harraj stërvitjen e parë kam dhënë 4 gola. Edhe prej atij momenti kam qenë një lojtar kryesor në përgjërata, domethënë që kam kalu. E deri në moshën dikon 15 vjet e gjysmë akoma pa e mbush, kom në Flamurtar, kom kalu në për shumë trajnera, e një prej tyre më i dalluari për mua në atë kohë ka qenë Rames Krasniqi që më ka dashur shumë, edhe kom pas respekt, po edhe tash kam për gjithë trajnerat që duhet mi falendëru gjithë që kanë dhënë kontribut për mua, që t'jem ai që kam qenë luaj në futbollit, po gjithsesi Rames Krasniqi ka qenë për mua pak më i dalluar edhe me të vërtetë jo më ndiej shumë mirë me ta. Muja të Flamurtari tha që i ke kalu moshat, po ka ardhur edhe debutimi, domethënë futbollin, domethënë profesionist, me thonë se në ekipin e parë të Flamurtari. Tha që ke debutu herët. Na kallzo pak më shumë për çit kohën kur ke fillu veç futboll të burrav me lu. Se edhe në çat kohë pak u lu pak më forte, pak më oshur. E vërtet, 15 vjet e gjys janë pioner, kadet, para kadetëve. Tash këtë kohë po flasim, atëherë kemi qenë pioner, junior, domethënë del shumë direkt. Kadet se dia ka pas, atë kohë më duket s'ka pas fare, se s'pam kujtohet. Edhe morën ekipar, po në atë kohë ka qenë një grumbull me lojtar të jashtëzakonshëm. Po i përmendit disa prej tyre, Recep Funa, Rames Krasniqi, Ale Osmani, përparim Hasani, Agim Hasani, e shumë futbollista që ndoshta tash po i hin hak që s'pam kujtohet se kam qenë i ri. Në atë kohë Habib Krasniqi, më falni, Adnan Krasniqi, domethënë dy mbrojtësat që kanë qenë të jashtëzakonshëm atë kohë, edhe di që trajner ka qenë Ilas Sina,
edhe më ka dorë shumë teknikën tem, lojën tem, edhe më afrojnë ekipën e parë, edhe i lojtëm disa lojë miqësore, më fotke gjithmonë 15-20 minuta, edhe kur përfundoi kjo ndeshja, ma qet ke dorën mu edhe më merr kë shembull para të gjithëve. Shqyqani që do të me lu, me vullnet, me guxim, me 15 vjeçar, edhe veç ma rrit ke vetbesimin mu për lojë të ashme. Edhe fillun lojtë kampionale, edhe di që ish i lëndun Ali Osmani, edhe përparim Hasani me kartuqa, diçka s'pun kujtot mirë, edhe ma bëna tha kime lu. Do më thonë është interesant, unë tash me lu lojën e parë kampionale. Lojën e parë s'm futi fare, lojën e dytë pret që me lu startus, para me ndanin 15 vjetë i gjys, edhe del treneri Lasina, largohet prej klubit, se pat probleme që ka financiare, që po dijone me klubin, edhe largohet ai, edhe mbet trener Fazli Hajdari. Ndim si ti, ju kujtohet sigurisht njerëz që njohin futbollin. Unë kum lutë Fazlia një edhe tash ai ka metodat e veta, kishte torë që i dënë, që i pëlqejnë. Edhe sigurisht se me pasjen Ilasina unë kisha lu edhe startus, se ashtu kanë qenë bisedat, edhe du lista të premtën, si me thonë, tash lojat shtunë të premtën dhe lista kush vinë për në lojë, edhe nuk figuroj fare në listë. Unë e përshra me lu startus. Edhe pak kur revoltova, e mora qantën, thash ma nuk vi, e di që në banjo ka qenë treneri, edhe me peshkir ka dalë, ka vrapu mas meje. Si kanë tregu që dragusha po shkan për merë qantën, ma nuk vjen. So revoltova edhe dola jashtë, se unë përshra me lu prej fillimit, edhe e kuptova që as 18, as 20, as rezervist, me thonë ma mirë. Edhe prej aty direkt, ka qenë Nasser Prapashtica që më ofroi tha hajde tha në Kosovë Prishtinë sa në çaj. Edhe prej aty natë nervoz direkt më shku me presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës, më takuan te qafa në një lokal. Atëherë kur sa harroj kon mimoza, një kujtoft për ata që janë më në moshë. Edhe më taku, i kishin tregu kush jam, çfarë talenti jam, edhe domethënë me spriti më thonë unë po, jam i gatshëm ardh, edhe e di që kom shku Kosovë Prishtinës, edhe akoma pa i mu 16 vjetë kom lu mas nejnë në Kosovë Prishtinës, edhe pse me shumë vështirësi mora dokumentat. Kështu që akoma pa i mu 16 vjetë kom debutu në futbol në Kosovës, pak me flamurtare, pastaj kom vazhdo me Kosovën e Prishtinës. Muj karriera jotë, sidomos futbollin e Kosovës, ka të bëj me shumë klube. Më ke lujt top klubet që janë konë atë kohë, se sot mi përmenem atë disa betinu në artajnë ligën e parë. Po në atë kohë janë konë shumë ekipet të forta, jashtëzakonisht, të hapën e madhe ke botë e Prishtina kur kalove, edhe kampion këtë ato suksese, pastaj ke lutë të Vllaznimi, Trepça, Tatanon, Kosova e Vushtres, Ballkani, Gjilani, më thonë Drenica mos e harrojmë njëve i klubeve. Trepça, Tatanon, po vërtet është. Nolëm te Prishtina, do të thonë, e konsideron hapin e madh në atë kohë kalimin te Prishtina, kur dihet që ka qenë një gjenerat shumë e mirë. Po vetë ftesa e Prishtinës ti domethënë e ke bënë një hap të madh. Kur në atë kohë po flasim falitor ka pas Prishtina me të ftu, me të ofroni një kontratë mirë, atëherë domethënë te ke bëu veç hapin para prak që vetë thirr Prishtina. Domethënë e bëj gatshëm për Prishtinën. Prishtina gjithmonë e di merr lojtar të gatshëm. Edhe sigurisht se kom pas ofertë edhe më herët, edhe kur kom pas 17 vjeç, kom pas ofertë, kom nënshkruar kontratën, po e kom çky nestrit. Edhe këtë ka qenë domethënë po them shkurt sebeb Agim Ademi, shkova i tregova thashë në pushkem Prishtinë, ja nisim u mërzit. Edhe tha ti nuk bën me shku atje, ti i ri, atë koha jam në të mëdhej, edhe nesër dola edhe e çkyva kontratën. Beson e kum çky. Kurse edhe ata gjatë mirë kuptim, e ponë që një ri, mos them tash gabova. Po ndoshta edhe kishte më qenë mirë me pas provu edhe veten edhe atë. Po pastaj shkova në Prishtinë në një klub që me të vërtetë e dim historia klubi më i madh shqiptar, edhe kom kalu tepër mirë, jam edhe kampion, trener ka qenë treneri Aja Shosholli, Ramis Krasiqi ka pas Demsa dhe Armand Marina. Thonë me këta tre kemi shku në finalin e ka mund të keku në atë kohë, për ligës parë, ka qenë, mund të them një rastësi, pasi çfarë ekipi kemi pas na, po gjithsesi kupa sjell edhe Befasina, po i kemi humbur rastet tona dhe sigurisht se jemi dënuar. Është ai ligji i pashkruar. Jemi bë kampion, domethënë e kom bënë një hap shumë madh, pastaj kom ndruar shumë klube, po gjithsesi me Prishtinën kam kujtime shumë mira, me ata lojtarë të mrekullueshëm që me të vërtetë është ka qenë kënaqësi me nejt, me ta ju me lu. Po. Muji përmendi lauda gjithë këto ekipe edhe secila në atë kohën e vet i ka pasur etapat e suksesshme dhe në secilën i taku me lojtarë të fortë më të fortë.
Edhe normal ke kriju shoqëni se futbolli domosdoshmërisht të mu afru me njerëz, jo veç të fushës, po edhe me tifoz lidhesh. Po në cilën klub ke kalu pak më mirë, a mundesh me veçu ose ka pas atmosferë më të mirë brenda klubit? Atmosferë më të mirë, mund të them Vllaznim Gjakovës, ka pas të jashtëzakonshëm, edhe pse në Trepça Thena kum kalu mirë, shumë mirë kum kalu, edhe kum pas një mikpritje të jashtëzakonshme. Në Drenicë kam përfitu super mirë edhe më kam prit jashtëzakonisht mirë. Prishtinë po ashtu, ndoshta këtë klubit kum kalu mirë se unë e thash më herët ndoshta para emisionit është po e ritheksej edhe një herë, dush me kon djali i mirë për me të prit gjithë mirë. Edhe kudo që ti je djali i mirë, kudo që të shkosh gjen shoqëni të mirë edhe formon shoqëni të mirë. Se u çudet që shok thishin që shpendron klubi çdo 6 muaj në vjet. Se ke sa pe gjeni shoqëni të mirë, ti ke po shkon tjetër. Thash si ti je djali i mirë, kudo që të shkosh gjen shoqëni edhe bën formon shoqëni. Kështu që gjithkohë më ka prit mirë. Po sigurisht se në Vllaznim moj me dallu pak, pasi tradita ndoshta e tyne, edhe në atë ku ka qenë historia pak më të jashtëzakonshme, mund të themi, me 9 pikë kemi shpëtuar nga liga, vetëm 3-4 përforcime, e kemi bërë diçka që rroll bëhet futboll, po gjithsesi edhe në Voshtrë kam kalu super mirë, mos të harroj, se tash kam shumë klube, po. Dy vatra të futbollit. Po këto klube më të vërtetë më kanë dhënë shumë, po edhe kam dhënë, do të thonë, kontribut shumë madh. Vllaznimi i Gjakovës, që kam lënë përshtypje pak më shumë që çdo shtëpi ka fol për vllaznimin e Gjakovës që nuk ka ndonjë për klube tjera. I piu ka tregoj një rast, një lojtar erdhi tha dhe Dragushta të ka bëu të fola mama. Është zamër, nuk jam unë kësi që shona, pi tregoj ishi Irina, 19 vjeçar, thash nuk jam unë që shona zamër, thash që gjë dikon ai shok tona, unë kisha dikon 17 vjet, thash po mendon atë më nis me u shoq, çka rrenia barak. Tha, jo, thot ka bëu të fola mama me dhoni goll. Thash po le më kum ne mu mama jo, ta bënë në kështu. Të shame largu. Tha, Dragushta mama të një. Mama tha, dingush jo, tha na ke shtëpi tha një. Të tash unë nala u stepa pak se nalë veç pak se ndrysh është këtu atmosfera. Të përjetu ndryshe edhe çdo shtëpi folki për vllaznimin se edhe bënëm diçka që ishim duke bërë që diçka që ishte jashtëzakonshme, luaj shumë mirë, suksese, me 9 pikë veç fillu me u ngrit, forma vente e mirë më mirë, kështu që tani edhe vllaznimin kur është në stota të mira gjithmonë e përkrojnë edhe më shumë. E sigurisht edhe çdo shtëpi atje po folke për vllaznimin, edhe pastaj e kuptova që ngadalë Dragush se këtu ndryshe duhet futbollin shtëpi të tjera vena. Kështu që kum kalu mirë atë tani në fund kur e kena përfunduar që s'ka ndodhur loja kur u përfundu, kanë orgjën rotat e reja, kanë marrë në shkrime, që në akoma sot nuk e shoh të marrë në shkrime për litorëve, domethënë mëdhej talitor që i kemi tash për momentin. Mund të militar. Tamam se ylli një atje, se ylli futbollit. Bash, e për ata po e veçoj pak më shumë vllaznimin, por ndryshe në tona klubet kum kalu perfekt, edhe financiarisht kum kalu mirë, pasi unë më kon litar pak që im shqu pak, ka pas lek çato. Tu i këshyri intervistat mamoti kështu, keni interviste e jotja që domethënë edhe në atë kohë ke pranu ku mi vlotson kushtet, unë e çato luj. Domethënë se ke pas problem as në atë kohë. Po lov do të karriera e futbollistit është e shkurt, edhe ti nëse nuk e shfrytëzon çato, atëherë çka po mbetet. Ndoshta nuk ka qenë mirë me ndru kaq shumë klube, po gjithsesi në atë kohë ka pas probleme shumë klubet me financa, edhe ajo që gjendi financa e siguroi ke për 6 muaj në vjet, të ftoj ke lojtarët e mirë, edhe unë gjithmonë kam qenë i gatshëm me shku me ndihmu atij klubi. Kështu që për mua ka qenë me mbajt familje, unë kam pas familjes, 23 vjeçar, unë kam qenë bab, kështu që mua ka duhet me mendu edhe për familjen time, edhe për ata dhe domethënë kam vrapu aty ku ka parë. E përmene si në mes rreshtat edhe të Drenica tha ke përfitu mirë, po më duket e pote në aspektin financiar. Sigurisht. A u kom kontrata më e mira? Kështu, unë kam qenë në Voshtrë të lu, edhe një 2-3 vgjera pa u përfundu, që edhe në Voshtrë e kemi shpëtu Voshtrën nga liga vetëm me një përforcim edhe me Ganisedi, unë trener që ka qenë fillim, dikon 6-7 ndeshjet e para, i vetëm me përforcim kam qenë unë që kam marrë në atë kohë erdha prej Utës Durrësit, u ktheva, i ka prej atje edhe u ktheva edhe gjeta marrëveshje me Voshtrën, i vetëm me përforcim asnjë tjetër. Edhe sigurisht se kalova shumë mirë aty, edhe i shpëtu nga liga, edhe ata me dikon 8 pikë, 9 pikë kanë qenë, vendin e 6 e kemi përmbyll. Edhe sigurisht se ju kom rënë sy Drenicës për formën e mirë, formën jashtëzakonshme që kisha, edhe më thirr trajneri, tha je interesuar në Drenicë, tha vjen ti në Drenicë, thash veç ka lek, ç'është ku të kursarraj.
tha po Ndrenica vjen ti Skënderaj, thash ku dush thash veç para akoma. Korsa Araj tani mas ne kam shku, domethënë përveç që jemi nën kampion gjysmë sezonit. Financiarisht e di që ju intereson edhe juve edhe gjithë tifo, njerëzit që shiqojnë televizionin. Po, është e vërtet kom fitu një shtëpi që në atë kohë ndoshta maksimumi litarëve ka qenë 10.000-15.000 euro mi fitu, litarët e litarë që kemi qenë. Unë e kom marrë një shtëpi 25.000 euro ndoshta dikon ka kushtu se s'po e di sakt. Me ndërtu. Me ndërtu, domethënë një shtëpi 25.000 euro, edhe e di që kurse Araj nuk o marrë me thonë, i thash shpin, kulmin edhe o lëkt me miqit. Me ta kompletu, ta më dalë. Edhe kanë kompletu. Edhe kanë dalë fjallë, që se si kanë qenë, ata janë edhe vetë, edhe si familja janë heroike, Bekim Jashari ka qenë president, sigurisht se ka pas njerëz afër, njerëz që kanë financu edhe sigurisht në bashkëpunim me ta ka ardhur deri te përfundimi që domethënë atë kërkesën time ma respektu, edhe ma kanë respektu më në 17 ditë e kanë përfunduar shtëpinë. Për mene të utën e duhur. Mobiljet, se vëshe kontratën tjetër. Kontratën tjetër për mobilje ka vëshe. Është interesant, po du me cek edhe këto, mas 6 muajve, kur filloi sezona e dytë, ne ishëm veç nën kampion, domethënë me pak përforcime. Unë erdhi Sergjan Balaj, po u largu shumë shpejt. Edhe kemi pas tash trajnerin e Suarekës, Kida, edhe treneri Fushkosovës ishte që Burim Shala. Edhe ai ka qenë, po në atë ku nuk kanë qenë fond mirë, po kanë dhënë kontribut për Drenicën, vetëm me këta, domethënë këtu. Edhe lojtarët vendori ka pas gjithë Drenica ka pas lojtarë të mirë. Po kemi qenë nën kampion. Kur filloi sezona e dytë, domethënë dikon 3-4 ndeshje nuk filloi mirë, nuk startoi mirë edhe ram vendin e 3-4 edhe pom që nuk mundej me një vendin e parë. Edhe ata vendosën më qit në shitje mu, që në atë kohë s'ka ndodhur me qit me shitje lojtarë shitje. Po ata kishin investuar shumë mu, edhe sigurisht deshin me nxjerr diçka që ka qenë këtë normale, edhe në atë kohë unë nuk e di a ka pas diçka më herët ndaj kështu diçka shitje lojtarë, nuk e di. Veç unë e di që kam pas çmimin 5.000 euro për mushit. Që atëherë 5.000 euro ka marrë dikush në vet, unë veç mushit. Edhe e di që të nesërt me njerë më ka thirrë vështreja, ja kanë dhënë 2.500 euro. Mas nesërt kam dalë me trepshin të thënon ja ka dhënë 3.000 euro, po kërkesa këtyne ka qenë 5.000. Ose 3.000 këtyne edhe unë 2.000 mishtu, ose 5.000 lojtarë të lirë. Edhe s'ka shku dikun mrena 10 ditës, as 10 ditë, atëherë ke mujt mas 8 dite me lu në prapë, në ndru klubin mas 8 dite me lu me fillu në ekipin e ri, edhe ka ardhë balkoni i Suarekës, ka ardhë në fush futbollit vogël, kom qenë duke lu futbol, tha vjen me lu në Balkan Suarekës. Thash, po na jena tha ligë parë, aty synu Superligën, thash ku dani vi, thash veç mos rri pa lu. Kërsa Araj ç'është i kom thonë, tha në kuft, tha nesër drejtorit thirr, ka qenë Besim Kuqi, vllai Blerim Kuqi të kryetar të komunës, ka qenë drejtori kryesor, nesër t'jum taku, e për tërgoj edhe këtë farsin ngjarje, se është shumë interesant, dola u takova, ma qeni fotografi që është duke taj, edhe në përmes fotografisë u taku, ma shpejt ka ardha e Pisuarekës, se unë që shkova deri te pallati i Lëvizë, edhe kur shkova tha, çka po kërkon ti për mi? Thash kërkesa jam më e madhe, se e dishin ata që unë financiarisht kërkoj. Thash kërkesa më e madhe jam është me Drenicën më mrehatu, thash edhe naftë më paku. Thash asnjë lek tjetër se du. Shishëm 5.000 euro dhe dikun 11 gjiro, 11-10 gjiro mullu, se veç 2-3 shkun. Tha, mora tha, unë me Drenicën tha e kom kry. Tha, ti veç të regëm, ti sa bëli. Thash, a ke kry me Drenicën, njëm që unë kam qështë, thash, se u gëzova fort. Thash, orime, thash, të kofsha si lejtora, më dënë, që qështë. Tha, jo, se që durën, tha, të regëm sa porë, tha, se ti ishe lejtari ma, tha, së nësi nja. Tha, ti ishe lejtari ma, tha, ti pa leks lunë. Thash, o burë, thash, urimet kufsha dhe se letore, e kryme të nicët t'ja nisi me lusë, ma isha me nejtë pa futbol. Tha, në regullë është, tha gjithë shka, tha, veç të regëm so, meta, rash në dyshim, rash në probleme. Sa me halip. Këne e vike marë, këne e desha që 5.000 euro, ja ka një Drenica. Do më thonë 10-11 loj, i beke dikush 800 euro, gati loj, unë dhe ke marrë edhe me lyp. Në 10 minuta më ka pritaj, tu menu unë e sa me lyp, unë tu mos pe prishi punën, se pas di që ajë thët po, se kësha pas problem. Tha, edhe erdha në përfundim, thash, a jem për shumë 500 1.000 euro, dhe në veç ami, ajë diçka ma se tu ka tek,
Se për kërë, kur i thash naftën, tha nafta me buva ki, tha veç me ta po për funi gjysës, tha hatër mjetë. Kur Sara i tha këtë punë për shkon, ma të regaj me emën, tha veç e shuna me bjemnin, tha dhe tisë interesant tjetër. Tash ishte porja, thash apo mja 500.000 euro, thash edhe pro për përfundojmë. Tha, ki bol 2.000? Huk, thash, pa qështja më bol. Edhe i mora 2.000 euro, e di që aty mi ka pak para sa i pat me veti, nestet edhe ku vazhdo në Ballkan Sarjes. Ballkan interesant, është kur e sheh Ballkanin që është klubi më Po çashtu janë organizuar ata. I ligës fort. Kum qenë domethënë kontribusi i madh për më kthen në Super League, po. Kthehen Super League edhe i luan lojë në Ravet, interesante ku Ballkani çati vitit që luan veç në vetë edhe ndohet që bin. Më u tregu tash është ndoshta edhe ishtin gjunabra njerëz që shojnë ku kemi luan çfarë fushë. Kjo fusha ku është tash pa e ka qenë atëherë me Bari. Po Bari ka pas veç një 20%. Po s'ja patën pranu fushën për Super League. 70-80% ka qenë. Gur, edhe zollë, më ishim edhe zollë ka pak. E kur Saraj njerë luishëm shi edhe u dufke më lundeshja, dule referi edhe nuk dule referi me më shu topit, edhe kur po shkoj, nuk shkoj te luë që ku është luë që ku është bolta më e madhe, po shkoj ku kish bare, që u kthej topit tha, hajde me luë. Po jo me luë, kur Saraj nuk e njësha vetëm kur më dalë pasqyre. Më shu topit ti me buva kimi më shu topit për toke. E bëshe kuq ato, ose e nëzishe ato më njerë, pepi i loqit, kështu. Kena e këshëm, po gjithsesi kjo ka qenë ajo periudha jonë që kemi pas fat, e unë e tham shpesh, ne kemi lind, ne disa prej futbolistëve, po gjithë ata që kemi qenë atë ku, që kena dhënë kontribut për lujt futbollit, ku pa ku kemi lind, edhe s'kemi çka më bëu, domethënë është dosht në atë ku me gjetë mënyra sa më shumë që me përfitu, dikush me lu, dikush me gjetë, domethënë vetveten. Muj, për ata që se din të ke pas një periudhë edhe në Gjermani. Po. Kallëzëna qysh e shku në Gjermani edhe qysh ja ke nis me lu futboll, ke lu baja ke nivel të nalt kur të menojsh tash. Po, në filloj lufta, ishëm në stadion Flamurtarit, tu e lunin ndeshje, edhe tunze, erdhë lojmi se nuk bën mu fillu loja, tha se ka fillu lufta në Drenic, në Skenderaj, te Jashart, edhe u do të ndërprej lojën, edhe lam, edhe nuk shkoj 2-3 ditë, unë e kisha ëndër lojën e futbollit, isha edhe i ri ashtu, edhe mosh hala pa mbush 18 vjet. Edhe mos më interesoi ke lufta, isha i ri, ndoshta ka qenë mirë edhe me qenë këtu. Po gjithsesi unë vendosa me shkuën në Gjermani, edhe unë nisa diku 21 ditë kum bë deri kum shku. Ka 3 ditë më ka dhënë buk me hungër. Edhe unë një sakrificë kaq gjatë madhe kum pas deri kum shku. Kur kum shku atje, kum gjetë një klub, e ai klub kum pas fat, e gjithsesi se fati është determinant, edhe në jetë private jo më luajnë në futbollit. Po fatet gjithmonë do të më prit, do të më qeni gatshëm për më shfrytzu pastaj, e më dha mundësia, shkova në klub, ai klub ka qenë në ligën e tretë, ajo liga e tretë ka qenë amatore, po ka qenë një ligë shumë e fortë që ju pagu lojtarë deri 15.000-20.000 euro në atë kohë. E tash liga e tretë quhet jo regional liga, po quhet trite liga, e është profesional. Edhe sigurisht se kam kaluar një periudhë tepër të mirë, ka qenë jashtëzakonisht të kënaqur, kom pas interesim edhe pe Stuttgart amateur, domethënë ti me lu Stuttgart amateur në atë kohë, kur më kanë pas domethënë ofertë ose më thon kanë pas ata interes për mua, më mirë. Në atë kohë ka qenë të luajtë edhe Kevin Kurani në Stuttgart amateur. Edhe në çat kohë e ka marrë pastaj trajneri i tyre Stuttgart A, VfB Stuttgart, edhe i ka dhënë mundësinë si ka pas lënduar në ky rast. Felix Magath ka qenë trajneri që e ka afru, edhe ka lu Kevin Kurani në ekipor edhe për atëherë ka vetë edhe ka shkuar legjendë e Gjermanisë, mos flasim, po do të po e tregoj si mundësi, çush ka qenë që ka mujt me luajt me Kevin Kuranin në një ekip, po gjithsesi pastaj më njëherë mas luftës unë vendosa me u kthy në Kosovë dhe e dësha Kosovën, kom pas jetë mirë, kam qenë fëmia më i vogël në shtëpitam edhe më kanë marrë gjithmonë mirë pak, kanë lastu pak ato sana, edhe loja futbolli gjithmonë sjell interesante, dëshirë. Ndoshta është dashme në atje, po gjithsesi ai ka qenë risku jam i shkruar edhe jam kthy edhe kum kontribuar prapë në futboll të Kosovës. Muj e përmenum që je kun edhe në Shqipni. Në Shqipni ke qenë me një kohë ku për një me futbolli në qatë kohë në Shqipni ka qenë dukshëm niveli më i lartë se në Kosovë. Qyshe kujton këtë kohën edhe TTU-ta, edhe a kina histori interesant, pasi po folëm për vite dikon para pavarësisë, 2007-2008 çaj ku
Se Shqipni haloko sa në interesant si duhet dhe edhe tash, ma atëherë u konë Ke haloma. po 2-3 metur dhe i kemë rri, mas pare. Është e vërtet se ka qenë kjo rruga e Kukësit, kjo që kemi shku që është si Njerë duhet më gjithë, tani më shumë. Unoza me ullëshu të poshtë. Është e vërtet, ku shkoj shumë atje poshtë të ke monolë, janë mu qetësu se u trullafshëm të shumë. Është e vërtet që rruga ka qenë shumë e mundemshme, jo si tash, po gjithsesi futbolli ka qenë në nivel shumë të lartë, që atë shkëmben. Edhe kom pas fat që kom pas 2 njerëz të afërt, në atë ku isha në vllaznim Gjakovës, sa e përfundova, domethënë, detyrën time që pata apo misionin e klubit, e shpëtuam vllaznimin në ligë të parë dhe diku në vendin e 5 kemi arrit, një arritje jashtëzakonshme, edhe rosh sy sigurisht të menaxherave dhe më ofruan të udhërsët që kishin pas marrëdhënie të mira, raporte të mira, edhe di që me njerëz që kanë dashur kontratë 2 vjeçare. Edhe ku në shku kontratë 2 vjeçare me një rrugë të mirë. Me dollar ata. Ku kalu po, me dollar. Ku kalu super, po, ku kalu super mirë, një periudhë mirë, në atë ku ka pas lojtar shumë mirë, ka pas domethënë konkurrencë të jashtëzakonshme. E di lojën e parë kemi luajtur me Skënderbeun për këtë si rast, me Skënderbeun, jashtë kemi luajtur në Kurç. Kemi fituar 2-1, kam qenë lojtar i ndeshjes, e di që kam dhënë edhe penalltin vendimtar domethënë për rezultatin 2-1. Dhe ka jemi këthy, nuk na leki presidenti as mu gëzu, edhe më që ditë këse të na këtu si fiteshim lojën presidenti kështë qef me na po të gëzu, atje mos t'ju kape eufori, atë ke mos t'ju kape eufori, tu me ndu që jemi shumë na tri edhe tash na adën po tranom. Edhe Kim lojën e dytë e di që kemi luajtur kundër Besës Kavajës, ka qenë Alban Dragusha në atë kohë, domethënë disa lojtarë që kanë qenë super pyet Kosovës, kanë pas mundësi edhe me luajtur atje. E di që edhe në atë ndeshje kom luajtur shumë mirë, e kom rrok shtyllën prej faullit, po gjithsesi kom kalu perfekt, një periudhë shumë mirë, po diku mas 7-8 muajve kom ikë më largu. Po i kthej asoj pyetje sonë që the një ngjarje, po më kujtohet se ashtu fol, një ngjarje shumë e mirë. Zakonisht ai presidenti Asambeliu, Edi, Edmond Asambeliu, duket ta mund të kështu quhet. Ai ka qenë pak i vështirë edhe me pak u frikojshë me po. Po na ishim shumë me presidentat tonë, me të përqaf, me të ledha tu, sidomos mu, se kom qenë talent, edhe më dojshin kretu më përqafshin, edhe kur shkovën atje dhe më përqaf, ke më dojke, po deri në një pikë. Edhe i hëpëm nga 2-3 lojë mas Besës të Kavajës, që të më thonë e lojtëm lidhje, të më thonë në deshin e 3, 4, 5, edhe me njëherë mledhje. Së shumë su këtë më mojnë mledhje, po në me njëherë mledhje. Edhe në mledhje, ku shkum ishë rendat e karika vështu, edhe 2-3 rendat e parë, thotë. Jo na, po gjithë kena qef mullë sa ma për parë. Edhe pesha thotë edhe në tak, po shkoj punë e parë, atje midis karikave. Edhe po do më janis presidenti në më dhëmë ledhjes, këqë shë karikat kërkush, këqë shë atje krejt fund atje. Qa kanë mërë, thash që shku ata më ropa atje, adën, s'po vinë këtu, anën, me dëshimat modë, shko vëllë aty, adën me i ropa në kësy presidentit. Kërë ka njës me folë, tha, po ku je, mërë, te mërë dragush, sa i kuna pi beke në sy, kush pi beke në sy, a i po t'ju gjyke qatina. Parit mu. Ku je mërë dragush, tha ti me së shure maj mirë i Kosovës. Ku je mërë, tha, ku je mërë, t'ja nisi të mboni horë mu për tukje. E di që mbledhin e dytë, jo ranin e tretë, po ranin e shtatjum shkulla tje më zëmbojsh, se mas ne edhe shok të thanë, tha, kur t'kina po që ulla aty, tha, thamë, taj dragush, na shkullaj, tha, ti s'mas ke dit. Këke bo kurban i ekipës. Edhe di që pas ta im shkum ropa, po gjithsesi kush i bikin sy ati në aja bëjki për 5 po. Ka shpërim do. Mujti ke arrit edhe nivelin ma të nalt me përfaqësu Kosovën. Madje ke qenë edhe kapiten me një ndeshje me Malmën, mos gabosha. Që shukon me përfaqësu Kosovën atë kohë, se sot është këtë ndryshe, kushtet janë ndryshe, e dina në cilin grup jena, me kon kena me lu, kena ku me shku me majtë stërvitjet, në atë kohën bajage ma shtjerë. Që shë mon men atë ndeshje, se do mos kudër Malmën, se ke qenë prezent disa ndeshje, po me Malmën ke qenë kapiten. Unë gjatë gjithë karierës time, dikun, mos të teproj t'jem modest, 70-80% kam qenë i ftun kombëtare. Po kombëtare, kur kemi qenë ftun krembullimit jonë muaj, çdo 16 ditë, 1-2 ditë edhe kemi luajtur ndeshje. T'jemi realist. Edhe sigurisht se një periudhë kam qenë edhe kapiten, që përmend edhe ti. Më thonë, jam zgjedh kapiten, pastaj
kemi majt stërvitje, e që ato stërvitje kërsa arrej kemi majt stadion në futbollit vogël në Flamurtar. Para me ndani kontore e Kosovës, me u stërvit në fushë futbollit vogël, po atëherë kushtet që përmendet ti, kushtet e vështira, edhe herë një lajm se e kemi një ftesë, kemi shku me lu me Malmon, edhe sigurisht se unë isha i pare që i pri ekipës, isha veç kapitan. Edhe kemi shku, kemi bu një ndeshje shumë mirë, edhe pse kemi pas bëjmë një ekip jashtëzakonisht madh. Shumë profesional. Shumë profesional, dikun kanë qenë ndoshta mund të them 15.000 shikues. Po. Ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme, një përkroje e madhe atyre. E në atë kohë ka qenë edhe kundërshtari jonë i Labinot Arbuzi, për shqiptarësh, ka qenë një talenta më të mëdhaj, e së Dindir Labinoti. E di që kam performu mirë, po gjithmonë kur hup ekipa, atëherë gjithë mundi dhe gjithë ajo e mira bjen tokë. Edhe sigurisht se në atë periudhë, domethënë e kujtoj si periudhë shumë të vështirë, tash e përmend edhe ti, tash e dim gjitha me kalon, ku ushtrohet, çfarë kushte ushtrohet, edhe pse akoma ndoshta nuk i kemi 100% mirë kushtet, po gjithsesi tashmë janë kushtet ke tjera, është kampi Ajvalis, janë fusha stërvitore, mjete, staf, trenera edhe ma profesional se që kemi pas na, se edhe në atë kohë kemi pas Edmond Drugovën që me të vërtet ka qenë jashtëzakonshëm, edhe një njeri afërt, një njeri mirë, një njeri që ka njohur luajtjen e futbollit, një njeri që ka luajtur në gjeneratën e artë futbollit të Kosovës, apo mund të themi edhe ndoshta të Jugosllavisë, kështu që kemi pas bëjmë me një trener profesional, po gjithsesi tashmë po ndryshojnë nivelet edhe sigurisht se kemi trenera edhe më të fortë, edhe me kushte më të mira. Pastaj unë kam vazhduar të jem kapiten edhe një periudhë, po gjithmonë vetëm në stërvitje se ndeshjes ka pas ndojmë. Edhe pas asaj ardhi trener Albert Bunjaku, edhe gjithsesi ai dishte për tre ekipën, e ndroi gjeneratën, edhe sigurisht se unë kam qenë moshën dikon 31 vjeç dikon, edhe u dha mundësi trive, kështu që unë për natë kohë sa kam qenë kapiten, ju mundu me përfasu Kosovën mirë më të mirë, për ndryshe kam qenë i ftuar në çdo grumbullim para asaj kohe, domethënë sa isha më i ri në gjenerata të reja. Muj të rrim pak të kjo loja me Malmon, na kujtohet në atë kohë kur tregojshi, disa bëj futbollistëve që kena pas shumë muhabet me ta, tha na kalon për shtypje, tha moti atje. Me thonë mrena orëve, borë, shi, djel, diçka që si na mësute, na bile nëse flasëm për qatë kohë, dimni u konë dimën, vera verë. Se edhe të na ka ndryshu tash, për qatë kohë u konë veç dimën edhe verë. Është e vërtet shumë mirë pas ka njoftu shokët. Unë ka ndodhë, dhe më thoni, na që me dalë, edhe e kemi këqyr kohën për hotelit, kurse arra hoteli o thyrke Ibis. Edhe ka qenë dikun 15-20 minuta prej do më thonë stadionit të kemi ushtru, edhe po shkojna kom, që është të këshin marrë vendet, do më thonë, mos me marrë autobus, se afer, edhe po dojna, po e veshëm, fish i dhojnë Shqipëri, e na i kena thonë shushkavas, nga javne, edhe pi marim ato, se shi po bjenë. Edhe deri u bënëm gati, na me dalë, edhe po dalim pak të derë, kur dalim të dera, wow, janë i si borë. Ku nga një vesh jaknët, sa të rishëm kontarë, edhe hajdi për veshëm jaknët. I marim jaknët, që ndrëshoj koha. Edhe i marëm edhe jaknët, edhe tu shko kam, dikun 20 minuta në ashta maksimumi, edhe tu fillu stërvitja dhe shkrutar tjeli. Dhe më thonë mrena as një ore, ndrën koha 3 stinë për në buën, që shumë interesant në ka pasur kërsa arrej, për neve shumë interesant se që the edhe ti, në Kosovë në atë kohë, është viti 2010, për di sakë, ka qenë dimën, edhe vera ka qenë tamam verë. E si shumë sumë me kona ajo, edhe unë kam në atë pjesë. Ka 2-3 borë jakne me vete, qadra. Qadra, kretë mi marë me vete. E përmene pak Labinot Arbuzin, në atë kohë u konsideru si një për talent me matë mëdhaj më botë, indjeri. Që u konë me lu kundër tina, moj men që pa t'jep gola, nuk e di sak 1-2, po u konë një pejletare më të mirë të Malmos, edhe u folë për një karrierë të madhe për ta. Që u konë me lu kundër ti? Unë, kur kom shku në Suedi, edhe kur kom dëgju që kena me lu me Malmo, dhe më thonë qysh fillim, kom shku atje, e di që kom pas një mikpritje për ti, se unë jam njoft me ta dhe më arët, se kur vikin Kosovë, gjithmonë nëpërmjet shoqërisë e kemi bu ka një termin edhe kemi lu bashkë me labin e ndjerë. Edhe më të vërtet jena një mirë dhe më dojke shumë teknikje, më dojke shumë si lejtar, po aj si lejtar
që se flasim, ai vetë fjalën që e the ti ka qenë ndër talentat më të mëdha në botë, tregon për potencialin edhe cilësinë e tij, ka qenë teknik i jashtëzakonshëm, i lehtë, i përgatitur, edhe në lojë kur kemi luajtur me Malmon, me të vërtet nganjëherë edhe nuk e shesha, thësha, ç'po mund shkon atje edhe po kthehet çat. Pra, domethënë çka ka qenë i përgatitur, që mos flasim nivelin e tyre, po gjithmonë duhet me potencu që edhe na lojtarë që kemi shku në një fazë ku kemi qenë pa përgatitje fizike, domethënë kena pas kry për kampionatin, edhe kena shku dikun mas një 3 javë, 4 javë mas kampionatit. Domethënë na kon pushim total, dikun 2-3 stërvitje edhe kemi shku. Para mendoj tash me shku me lut me një nivel shumë të lartë futbollit. Sidomos ata atë kohë janë në kulmin e tyre, zakonisht në kulmin e tyre, dhe kemi lu, po nuk kemi bën, me thon horr, pashashtu, po gjithsesi labi është dallu me potencialin, me teknikën, i ka pas ato pasimet edhe del ke para golit shumë lehtë, ka qenë domethënë lojtar edhe golit, edhe di që edhe ka shënuar edhe gol kundër neve, po sigurisht se mas ndeshjes prapë jam taku me ta, nejt me ta, ka qenë ideal i jashtëzakonshëm, po jeta është kjo, Zoti vendos të ndryshe, edhe nuk vendos sipas dëshirës tonë, sot nuk e kemi mesin tonë. Muj të rrim masi ekipët ku ke luj konsumum, tash jem të Kosova, qysh po duket ekipi kombëtar i Kosovës aktualisht? Se e shumë që... Se ne është kapiten. Po. E shumë që shumica e lojtarëve veç janë të luajnë kampionate të forta, domethënë Serie A, La Liga, po edhe në Ligue 1 Francë. Fati jonë është që ka ndryshuar domethënë gjithçka, edhe po kanë mundësi. Më e mira është që po i ndodh kombëtarës Kosovës që po afrohen edhe lojtarë të Superligës. Kjo mu po më pëlqen më shumë që deri vonë nuk ndodhi, kemi bërë shumë presion edhe na si analistat futbollit, si njerëz futbollit, që edhe lojtarët e Kosovës përfshihen sa më shumë, edhe tashmë kjo po veç po ndodh, pasi edhe vet liga jonë është rritë, është zhvillu, edhe sigurisht se mundësit po janë. Përveç asaj kemi lojtarë jashtë që luajnë, lojtarë të jashtëzakonshëm, sidomos Shegrova, Rashica, shumë lojtarë tjerë mos i përmendim me emrin që me të vërtet po bëjnë bujë nëpër klubet e tyre, e është fati jonë që janë luajnë për Kosovën, përndryshe ku kishin me qenë si lojtar, ata do të kishin me performu perfekt, do të kishin me lu startues, pothuajse gati në çdo kombëtare, mos i përmendim ndoshta kombëtare gjigante. Po gjithsesi ne kemi një kombëtare të re, një kombëtare të mirë, që akoma ndoshta me trenerin e ri nuk e kemi gjetë atë formulën e duhur, po gjithsesi jemi në rrugë të mirë dhe shpresoj që tash në këto kualifikimet e radhës do të performojmë më mirë, ndoshta edhe tash lojtarët e ri që po ofrohen, edhe ata do të përshtaten me ekipin, do të komponohen, edhe sigurisht edhe treneri tash me kanë një pasqyrë shumë ndryshe për lojtar, edhe për lojën, edhe për vizionin e secilit lojtar, se e dimë gjithë që një trajner i mirë apo një trajner i madh mund të quhet atëherë kur i javnjë lojtarëve karakterin. Edhe jam një cilësit. Ku më mirë tash se ai trajner që i nje tash me shumë më mirë, edhe kom po që po e përcjellë Superligën, po gjithsesi edhe lojtarë që luajnë jashtë e kanë një pasqyrë shumë mirë dhe po besoj që tash veç do të vazhdoj mirë më mirë. Unë dëshira jem kish me qenë pjesëmarrëse në një eveniment më të madh që janë që organizohen botror ose evropian, po gjithsesi na jena rrugë të mirë, një ditë do ndodh ajo dhe mendoj që nuk do të shkoj shumë larg. Inshallah, sa më shpejt. Kem 2 ndeshje me Islandën. Tash do të luajnë. Çka pret për këtyre 2 ndeshja? Mendon që kem potencial me lu ligën B. Unë mendoj që kem potencial, e kem ekipin e mirë dhe me Islandën mujna mu përball, pa problem. Po janë 2 ndeshje që Bajagi mund me na dhon shtys për kualifikuesit e ardhshëm nëse arrit suksesi. Po kjo është një finale mund ta themi, por më ngri domethënë më lart, edhe sigurisht se e kena mundësinë, pasi potenciali dhe lojtarë që kemi për momentin janë shumë formë të mirë, edhe lëndime të mëdha të lojtarëve kryesor nuk kemi, e kemi Amir Ramone që po performon jashtëzakonisht është vend parë, e kemi një kampion të Italisë para 2 viteve. Do thonë e kemi në një formë të jashtëzakonshme, e kur një qendërmbrojtës është në formë të këtij lloji, atëherë normal që të jep me mendu që mbrojtja do të jetë stabile. Pastaj në mes fushë kemi Dozhegrovën, Rashicën, e shumë lojtarë tjerë, Muslia, e shumë lojtarë tjerë që po përfundojnë. Rexbeçaj që tashmë ardhi fundit, edhe veç ka fillu që përmenda më herët komponimin, domethënë ka fillu me u lidh me ekipin, me kuptu lojën e trajnerit, edhe sigurisht do ta shohim shumë ndryshe. E sul mos flasim që nuk ja përmenda emrin, po është e kemi gigantin që po tregon lojëra të jashtëzakonshme, formë shumë të mirë,
javën e fundit më edhe i dha 2 gola, e kemi pastaj edhe Ramone që është ngrit, është zhvilluesi lojtar, kështu që tashmë edhe konkurenca është gati pothuajse në çdo repart, mos them në çdo vend. Po sigurisht se do ta shohim një ekip shumë të fortë kundër Islandës, edhe pse jo të korrë fitore dhe të vazhdojmë tutje. Muje dalëm pak te Superliga e Kosovës. Qysh po duket ky sezon, po edhe Superliga në veçanti, pasi që në vitet e fundit që kena pa një ngritje të nivelit, domethënë që kulmoi edhe me Ballkanin, që u kualifiku 2 sezone radhazi në Ligën e Konferencës. Edhe klubet tjera. Po, edhe klubet tjera normalisht pa me fitore me. Kulmi ke kjo, po normal Drita, Prishtina ka performu mirë, Prishtina, Drita kanë bërë lojë shumë të mira. Po sidomos Ballkani. Për ata po normal. Po shumë me kulmi me Ballkanin shumë mirë. Kështu që po, është e vërtet, domethënë Ballkani ka treguar performancë të jashtëzakonshme në Evropë. Edhe ka ngritur domethënë edhe kuotën tonë, edhe ka treguar domethënë potencialin e ligës, gjithë ligës, po ashtu edhe te kombëtarja, domethënë e ka bënë një hap shumë të madh. Kjo gjithmonë fal Dritës, Ballkanit që kanë dhënë më shumë të kontribut, po gjithsesi edhe tjera që kanë marrë pjesë në Evropë. Po gjithsesi mund të themi se Liga e Kosovës me të vërtetë ka një ngritje shumë madhe. E gjithë Superliga, edhe organizimi është shumë më mirë. E vetmja gjë që po na mungon ndoshta edhe nuk është në arritjen apo nivelin më të madh është fushat, infrastruktura që për momentin ajo po na mungon. Unë mendoj që duhet të kthehen në bare natyral sa më shpejt gjithashtu Superligës që luajnë, edhe ta kemi domethënë një futboll pak më të bukur, pak më të mirë, edhe futboll tamam evropian ku luajnë gjitha ekipet thotë superiore që janë domethënë superiore në një shteti. Përndryshe Evropa më të vërtet edhe na ka prit mirë, po edhe kemi dhënë do të thotë ato që ka tim, na njihem si një qerdhe e futbollit, një qerdhe talentave, edhe këto kemi dëshmuar në Evropë, ku kohëve të fundit edhe po shesim lojtar shumë jashtë. Duhet ta theksojmë që kemi ngrit ndoshta edhe çmimin në 800.000, e shumë shpejt do del edhe 1 milion e 2 milion. Kjo po tregon që vetë kjo fjali që po e përmendim bashkë gjithë bashkë, kjo po tregon që më të vërtet kemi një arritje, një zhvillim të futbollit të Kosovës, po ashtu edhe talentave, pasi gjithmonë që se rritet një lojtar afër ti 3-4 vete edhe kështu rritet edhe ekipa, pastaj rritet edhe futbolli i Kosovës, edhe po e shohim që kemi një ngritje në përgjithësi, e këtë jemi në kuptuar që do ta shohim në tarmën edhe më mirë, pasi çdo herë po rritëm, veç shpresoj që edhe infrastrukturën ta rregullojmë, po gjithmonë kjo po varet edhe për shtetet shumë, e shpresoj që shteti të investoj pak më shumë, të jap një kontribut më të madh, edhe pse e dim që po mundohet gjithsesi, sidomos me ligjin e sponsorizimit, e ka bënë një punë të mrekullueshme, që ja ka lehtësuar klubeve që të jenë sa më lart, po edhe në infrastrukturë kish më qenë mirë me investu një herë, edhe pastaj 15 vjet do ta kishim pas kokën rahat. Drita qysh po shihet, po shkon drejt titullit, domethënë ka kriju një diferencë, Ballkanin në momentin që e kesh mundësinë më afro pas barazimit Dritës me Prishtinën, ka bëj me Gjelanin, edhe pse i humbje tash qysh po shihet më shumë ka me pas histori lufta për Evropë dhe për mbijetesë se sa për titull. Qysh e sheti Superligën këtë vjet, edhe tash sipas meje më interesant ka me qenë mbijetesa, se janë bërë bajagi klube poshtë edhe që shumë prej tyre kanë edhe potencial të madh. Thojnë Allapi, Gjilani, Dugagjini, që ne konsideroj që ka histori shumë të mirë në krahasim me këto ekipet që është të luftu, qysh e she Superligën kështu pika të shkurta. Për kampion, një hap të madh ka bërë Drita, duhet me thonë, kurse një hap mrapa për i daljes trajnerit Ilir Daja, ndoshta Ballkani veç që ka pak një ramje, po gjithsesi kjo sezon mund të tregoj që ky trajner ka potencial me ringrit pra Ballkanin edhe me luftu për titull, pasi po e shohim që edhe Drita din me gabu, sidomos gabimet e fundit që i bëni, po gjithsesi Drita është Dritë, ka një kontingjent jashtëzakonshëm të lojtarëve, lojtarë cilësor, lojtarë që janë janë kampion në vetvete, kampion të Kosovës edhe kampion ndoshta edhe Shqipërisë, edhe sigurisht se gjithat përvojë që kanë e shpërfaqin lojë. Kurse këto tjera ndjekëset Prishtinën nuk e shoh që mund të luftoj për titull kampioni, sigurisht për Evropë po gjithsesi ndoshta kundërshtari kryesor do të jetë Ballkani deri në fund që do t'i bëj do të thotë Ball.
kurse tek fundi i tabelës, ndoshta më mirë kur s'ka qenë Superliga, 10 ekipet që janë, 10 kanë luftu, kanë qenë financiarisht mirë, ndoshta jo 100% mirë, por kanë qenë mirë. E dim gjithë që 2-3 vitet e fundit kemi thonë Superliga më mirë, po gjithmonë një ekip e kemi pas ndërzuar qysh fillim akoma pa fillu kampionati, e tashmë e kemi një Fronikël që akoma lufton, e largoi trenerin, e ka marrë trener të rinj, një trener që më ndryshu shumë çka nga loja, nga filozofia, dhe sigurisht më arrit edhe rezultatet, domethënë kanë aspirata me mbet ligë. Kjo bën edhe më të fortë Superligën, po ashtu edhe bën konkurrencë domethënë për me luftu deri në fund, pasi nuk mund të ketë pastaj kalkulimin që se gjitha ekipet kanë qëllime. Kjo është më e mira që mund të ndodhë futbolli të Kosovës. Kështu që gjitha këto që po i përmendim e tregon që rritja e futbollit edhe nivelit është e mirë, niveli i futbollit, do thotë organizimi e gjitha këto që për financat duhet mi përmend, financiarisht qëndrojnë mirë, kështu që kjo tregon që më të vërtetë është mirë. Sa i përket disa ekipeve me i përmend me veçori që përmendë Dugaxhinin, po Dugaxhini është vërtet që ka me ardhin e trenerit të ri Ismet Munishi, e ka një ngritje, e ka një lojë pak më të bukur, edhe po e shohim që edhe ai që më poshtë Dugaxhinin nuk e ka shumë lehtë, do të thotë e ka shumë vështirë më poshtë, pasi trajneri Ismet Munishi është me futbollin e Kosovës madje një ndoshta pothuajse 80% lojtarëve një shumë mirë, mos themi ka pas në dorë gjithë, edhe sigurisht ja vdim potenciale, po gjithsesi duhet mirë edhe me taktikën e kundërshtarit. Gjitha kjo po e shohim që po tregon potencial, po tregon lojëra të bukura, po edhe rezultate. Muja, ti si futbollist je konë me sushur kreativ, do më thoni ke thy linjat, ke bu goditje, ke qitë sulmus në rast, se shky lloj lejtare të pak zhduke se u bo shumë a shumë futbolli taktik. A kona i lejtar brana Superligës si duket që po të përngjon pak, ose që po të pëlqen, kështu me thonë me sushur? Është më të vërtet për keqarit këto që e the, që është në zhdukje, ndoshta kish me qenë mirë në rritje me qenë, po nuk është ka ndodhur ndoshta vetëm tek ne, po është në futbollin, futboll gjithmonë, edhe gjithka, po sigurisht se një mesushur duhet i ketë gjitha ato tiparë që i përmendet ti, duhet ta merr topin, të jep kreativitet lojës, ta kthej topin më rapa, po gjithsesi të mendoj edhe me stil lojtar shans atje, të vertikalizoj tifoz lojtar që është edhe detyrë e tij, e gjithmonë kjo varet edhe prej guximit lojtarit, vizionit, po edhe prej do thotë lejes trenerit më ta jep që ti me guxu me buat atë gjë. Qofse një lojtar e ka, atëherë ti ose ja mundson ose ja cënon. E kjo ndoshta po më duket të po cënohet, po luhet futboll vetëm për anash, me çakullu topin, edhe sigurisht se ndoshta edhe ajo specia që përmendet ti po bën zhdukje, edhe mundu edhe kjo. Po gjithsesi kemi mesushur shumë mirë që kanë futboll të Kosovës, një prej tyre me emrin nuk e di saktë një tregu, po është në Prishtinë lojtar që më logjik që më duket. Nuk po e di, veç emrin e di. Emrin? Rigon. Ai është të pëlqyer shumë, është një lojtar i ri me potencial, një lojtar është edhe driblues, është edhe lojtar që den me dhon top, domethënë e ka një vizion pak më të qartë që mua po pëlqen. Një prej tyre që kisha dallu pak më shumë është ky, po përndryshe kemi lojtar më sushur të jashtëzakonshëm që mos ta him me emra se me përmend një do dytin e tretin. Tani ndalën dy në kohën e fundit po shumë pak golla pe goditje dënimin. Përpara ka pas shumë kena pas lojtar që kanë gjujt shumë mirë. Apo më mirë më thon hiç. Domethënë shkojmë 5 xhiro dhe nuk i goll. Fe goditje dënimit. Pe distancë. Ti e kon ekspert i goditje dënimit. Apo përmend edhe 2-3 emra në atë kohë që të kanë bërë ty përshtypje që i gjujnë goditjet e dënimit. Është interesant kjo që po thu Lovë se më të vërtet që se di edhe në Superligë të Kosovës, mi jemi mati me Superligën e Kosovës, po këto 2 vitet e fundit me të vërtet mungon kjo goditjet në gol, nuk po e di pse, a nuk po stërvitën, a nuk po e gjen guximin me gjuhë, apo ndoshta është taktike trajnerit gjithmonë me krosime me vazhdu, nuk po e di, po gjithsesi nuk po shohim gola për faullave, apo edhe ndoshta për një distancë të lartë, edhe pse javën e fundit e pa Diara Halili një gol të jashtëzakonshëm me Shënoj, edhe pse më duket ke pak me devijim, po sigurisht një gol i bukur. Bravo, këto kështë të thonë, unë e përgëzoj djalin për guximin me gjuhë, e duhet guxim me përmend edhe më ardhmë. Përveç meje që po e përmend Lavda,
Po, ka pas lojtarë që kanë gjuhë mirë, më kujtohet Adhejo Gashi i Vllaznimit. Vllaznimit, ka gjuhë jashtëzakonisht mirë. Ai bën Majtak nëse zgaboj Edhe mos unë. të harroj me përmend një lojtar super të mirë që kemi pas, e është më ka që s'kemi asë lojtar tash për momentin me ndërshdrella, ka pas specialitet edhe faullat, ka pas shumë prej tyne, po këta kisha mi daldu. Çdo kjo ka një ka pas vite që gjun. Po thuj se gati një ka pas secili. Po kemi pas konkurrencë edhe me gjuhë. Po mbrana Para kia. mënaj, unë ku kam shku shembull, mi kanë lënë faullat, mi ka besu trajneri, po gjithsesi kam pas edhe një dy që më kanë ofruar gjithmonë. Lema. Nëse si e mirë ti po e gjujon, domethënë kemi pas konkurrencë tash po duket po ikin gjithë mos më marr. Merr goditjen ti. Bash. Muj tash e disa vite ke fillu edhe zëjen e trajnerit kryesisht me grup mosha të reja, ki edhe shkollën tënd futbollit. Qysh është puna si trajner, domethënë bëna fillimisht këtë dallimin pej fushë edhe jashta fushë, edhe a ka talent në Kosovë edhe a domethënë a mujna me prit në të ardhmen, domethënë një vazhdimsi nxjerrjes talentëve. Pasi ti je domethënë je tu i prek ato tu e pa fëmijët. Krasimin që përmendet e pyetja e parë është nota me ditë. Futbollist është këtë tjetër çka, domethënë lun, kurse si trajner është me dhon dirigjenca, domethënë dirigjues. Domethënë dallimi është 100%. Sigurisht se mas karrierës, domethënë përfundimit të karrierës, ato që kom ditë mas mirë ka qenë loja e futbollit, edhe çka më mirë se me transmetu tek gjenerat e reja, edhe bashkëpunim me kolegë, me shok, domethënë kam preferuar me hap në shkollë, në qendër futbolli në fillim, edhe diku për vitin 2013 kom fillu, që mos e zgjas shumë, edhe vitin e fundit kom vendos, domethënë deri për 2013 deri vitin e fundit i kom stërvit fëmijët, i kom bë gati, sidomos punën teknike që ato janë më miri, i kom ushtru, i kom stërvit, edhe kur është bë gati lojtari që unë syn jam e ka po që është gati për një kampionat me vazhdu, i kom preferu një ekip, ose i kom thonë, duhesh me gjithë një ekip. Më thonë, kom qenë shumë i sinqert me lojtarë që kanë qenë pjesë e jamja. Edhe që një vit, më thonë, kom vendos me hyj edhe në ligë, si shkollë garuse, me shkollën time të futbollit Zidan, edhe sigurisht se është duke jesë super mirë, po kthena te pyetja jote e dytë për talenta, po, me të vërtet ka talenta shumë. Ka talenta shumë, po gjithsesi unë kom një shumë shpeshher për eksperta, për njerëzve futbollit, për dashamirëve, sportdarësve, pse po shuan moshën 15-16. Ndoshta është një periudhë e tranzicionit, domethënë të jetës fëmijëve, po edhe e punës tonë që duhet të jetë në ndryshim, unë mendoj ashtu, e po besoj që është ajo adekuate që po them. Edhe pse s'po e bëj përfundimin, se ka ide gjithçka. Po nuk punohet me një fëmijë 9, 11 edhe 12, 13, njëjtë me njëjtën metodë, me njëjtën intensitet, sikur me një fëmijë 15 edhe 16. Domethënë moshën 9 do të më punu një stërvitje, një planifikim stërvitjes ndryshe, me 11 pak më ndryshe, me një intensitet, 13 më ndryshe, po 15, 17, 19 duhet të rritet intensiteti shumë lart, që ai djalë të fillon me u bë gati për gjëratat që po pasojnë. E unë mendoj që kjo është ndoshta ajo diferenca që nuk po ndodh për momentin, edhe shumë të ri pastaj kur po dalin në gjërata të reja, ai që s'punon vet, do thotë më njëherë fillon me ushqim, se nuk mjaftojnë që ato stërvite që i mojnë. Humbim një talent, po gjithsesi na trajnerat e ri, edhe më të ri se one, po lexojmë shumë, po shohim shumë, sigurisht se kena më ndryshuar edhe këtë fakt, e mendoj që do të jetë e mirë për gjërata të reja. Edhe seleksionues të U15 në rajonin e Prishtinës, për kombëtare. So i kënaqur me punën që bëhet edhe me punën tonë, mas shkurt kështu. Po unë jam zgjedh që diku një vit e gjys si selektor i gjeneratës U15 të regionit Prishtinës. Edhe sigurisht është puna më e vështirë, apo jam trajneri mas vështirësi që mund të kem. Pasi në regionin e Prishtinës janë diku 52 shkolla të regjistruara në lidhje rajonale të futbollit të Prishtinës. Kështu që 52 shkolla jemi dy par trajnera, domethënë unë edhe kam një ndihmës, edhe është meriton me e ka një ndihmës. Domethënë ndajemi Prishtina e Kaltër dhe Prishtina e Bardhë. Edhe sigurisht se 26 shkolla futbolli, unë 26 aj para mendon e sa lojtarë. Unë kanë ardhur në grumbullimin e parë 129 lojtarë, për 129 lojtarëve duhet mi hap syt jo 2 unë,
unë 10, edhe trenerin dem dikon ja 10, edhe domethënë mi po gjitha sanet, gjitha ato veçori që i kanë lojtar, talentin, edhe pse talenti bjen sy, po gjitha ato teknika që i kanë lojtar, domethënë veçori që i kanë cilësit, është dashmi apo ndoshta brenda 20 minuta, 25 minuta, e që është shumë e vështirë, po gjithsesi ky program nuk është i joni, programi bëhet prej Federatës së Futbollit të Kosovës në bashkëpunim me lidhjen rajonale dhe na sigurisht se përpilojmë atë program. Po gjithsesi mundohemi t'ja japim gjithve, edhe pe 129 mastaj do të merrona në 25 veta. Edhe e dini sa është vështirë, edhe ju e dini që në Kosovë është shumë vështirë me punu, edhe nuk lejohet fort, edhe nga prent, edhe nga gjithkush mundohen me intervenu, me bëj gjithçka, po gjithsesi se në fund unë ja kam arrit, po flas vetëm për vitin e parë. Në vitin e dytë sa kemi fillu, kam arrit që prej lojtarëve të mi, prej grup moshave të mia, domethënë prej përzgjedhjes time, më së miri me thonë, diku 11 lojtarë kanë shkuar në kombëtarët e Kosovës A U15. Domethënë veç prej përzgjedhjes time. Domethënë prej 25 lojtarëve që kam përzgjedh të fundit, mu kanë marrë 11 lojtarë, 6 lojtarë kanë qenë startues në turneun e fundit që kanë marrë Malt. Domethënë 6 lojtarë, kapiteni ka qenë lojtari jemi, lojtarët kryesor, lojtarët e mi. Kështu që për mua është një mburrje e madhe si selektor që më të vërtet pa arri me seleksionu lojtarët që meritojnë. Edhe ajo është për mua, domethënë, mas shumë të më rëndësi që t'jem korrekt, t'jem i drejt, edhe t'jem selektor i mirë, që t'i shoh gjërat mirë. E kjo po ndodh ndoshta për momentin, sigurisht edhe në vitin e dytë tashmë e kemi selektuar gjeneratën 2011. Dhe tashmë pothuajse kemi gati 25-shët, edhe tash vazhdojmë me lojra region kundër regionit, edhe në fund trajnimi kombëtarës i përzgjedh lojtarët më të mirë, po prapë sigurisht unë do të jem prap ai që do të ketë lojtarë më shumë kombëtarë. Neve s'po na met sen, veç me të falenderu shumë që ke gjetë kohë, se pe dim që tash në këtë kohë jeta dinamike shumë vështirë. Po besoj që kena prek secilën si pe fillimit karrierës, se shumë gjenerata ma të reja nuk i kanë ditë. Mujna me full futbol 2 ditë panole. Edhe shumë gjenerata të reja nuk i kanë ditë. Ndoshta që ja kun futbollist njojnë veç për kohë si trajner edhe si analist, edhe ja u ke dhoni tjetër perceptim. Shumë faleminderit për kohën, shpresojmë edhe tjera herë mu po në tjera episode. Faleminderit shumë as pari për ftesën, thash më herë që fillim kënaqësi me juve, dy gazetarë profesionistë, po ashtu edhe redaksinë e juve, Telegrafin, që më të vërtetë jeni të jashtëzakonshëm, jeni shumë mirë. Faleminderit për ftesën, ju uroj punë marë dhe shumë suksese aty. Juve shumë suksese. Faleminderit. Shikues të nderuar, ky është e fundi i episodit me ish futbollistin e mirënjohur Muhamet Dragusha, na pa harruar t'i përmendim sponsorët tanë që janë Patos dhe KGM Kosova. Shihemi në javën e ardhshme. Faleminderit.